Po, mimos, faktikisht nga ajo që kam karo me raportu edhe që kemi raportime ditore, shojnë ndoshta edhe publiku edhe qytetarët mundën me vlerësu edhe vetë, që kemi të bëjmë me mungesat përditshme të llojeve të ndryshme të barnave, nisur prej atyne më bazike që ka qenë kogja në një periudhë të gjatë të vitit në ACL-ja glukoza e pasaj deri tek barnat që janë më të shtrenjta për pacientët me kancer që përmenden edhe kolegët. Faktikisht duke i parë këto parregullsi, mungesa, listat gjata të pritjes, pavarësisht renovimeve të cilat nuk janë përkthyet themi ashtu edhe në rezultate konkrete tek pacientët, nuk mundemi me thonë fatkeqësisht që ka qenë një qeverisje e mirë ose rezultate të mira që ka pas shëndetësia. Ka qenë shumë e dhëmshme normalisht me raportu për pacient që nuk e kam pas barin kur kanë shku me marrë qoftë terapin kundër kancerit, qoftë për smundje të tjera, por derisa ka pas kontrata të lidhura dhe është shpenzu buxheti publik për me i siguru faktikisht këto barna. Pacienti janë detyruar me i ble me çmime kogja shtrenjta me një kosto shumë të lartë. Në anën tjetër pastaj as nuk janë rimbursu, ani pse këto janë barna që janë të listës esenciale dhe institucionet e kanë për detyrë obligim me i siguru ato. Derisa bisedun kolegët më kujtu kështu një deklaratë e ministrit Vitia para ndoshta vitin e kalum, pati thonë që në 8 orë ose 9 orë nuk ka me u përmend mungesa e barnave, po kjo ka mbet... Do t'iqet nga fjallori. Do t'iqet nga fjallori. Po, kështu, mirë, po kjo ka mbet veç deklaratë e ti, deklaratë kogja e rallë e ti se kogja rallë i shojme edhe ato në deklarata apo në një transmetus apo medium duke dhënë interviste, duke dhënë sqarime. Këto po du me dalë edhe që përmendë edhe te ka qenë problem kogja serios transparenca, mungesa e transparencës në fakt nga institucionet nisur prej SHSKU-s dhe deri te Ministria e Shëndetësisë. Ka pas pyetje qoftë për furnizim të barnave, qoftë për parregullsi tjera, probleme me cilat janë përballë pacientët që nuk kanë marrë përgjigje me muaj të tonë prej SHSKU-s. Ndoshta jemi detyruar me prit ndërhyrjen përmes Agjencisë për Informim dhe Privatësi, apo dhe kemi marrë konfirmime prej burimeve të ndryshme se si është gjendja brenda SHSKU-s. Mirë, po drejtoria e përgjithshme e SHSKU-s ka lënë për dëshiru lidhur me transparencën të cilën e ka tregu. Po ashtu edhe bordi, pastaj i SHSKU-s njëjtin probleme ka pas, nuk na ka lënë me i monitoru as me pranit kamerës mbledhjet në cilën është dashur me u dhënë llogari për këto gjëra. Atëherë, për t'i parafrazuar parafolësit, nuk e di a keni arritur tash në debatin, vetëvendosja po thotë se kemi punuar gjitha drejtimet, objekte të reja, aparaturë re, resurse humane të shtuara, përmirësimi kushteve të punës për stafin dhe paga më të mira për stafin, thotë që do të synojnë që stafi t'i dyfishoj pagat, ndarja e specializimeve është bërë në mënyrë të drejtë dhe është përmirësuar aty ku ka pasur deficit, për shkak se tani do të kenë edhe 30 anesteziolog. Ka pasur planifikim më të mirë, përforcimi mbikëqyrjes, atë që theksove se mungon, lista e barnave esenciale ka rritur në 70 milion buxhet, madje thotë se ka pasur investime deri edhe në sistemin e kanalizimit që e kanë gjetur shumë keq, si dhe lavdi më i madh u bë depos qendrore të barnave. Pra, s'është menaxhuar, është administruar më mirë se kur më parë. Pajtoni me këto që i ka paraqitur vetëvendosjes së të arritura? Ajo që ka besoj unë profesionalisht, dhe këtë nuk është kjo përshtypje imja personale, është që ndryshimet në shëndetësi janë të matshme kur janë ndryshime sistematike. Unë ministri Vitia është prej 2012-ës, besoj 7 ose 8 minister që mu më kara me punu me të në kuptimin e raportimit ose analizimit punës e ti, dhe ka pas kohë, s'kanë qenë shpesh. Perceptimi im ka qenë ndryshe, që është edhe tash, po perceptimi i publikut për zyrtar caktuar në shëndetësi, qoftë ata politik ose zyrtar kryesor administrativ, siç janë sekretarët, ka qenë përshtypja që po punojnë mirë sepse është parë shumë renovime, janë parë postet bukura në rrjetet sociale, partitë nga cilat kanë ardhur, kanë lobuar se u shtu në shërbim i ri, u bë kjo, Fjori mirë me një fjalë. Rezultatet shpejta. Por pastaj, si është larguar një person, të gjitha rezultatet kanë rënë ujë. Dhe fakti që për mu, që ka unë e konsideroj personalisht, ndërhyrje sistemike,
që mendoj që pastaj në fazën e dytë nuk është menaxhuar mirë, është vetëm ligji për barna. Ligji për barna është politikë e re në Kosovë. Besoj që mbas 5 vjete, ne ligji për barna për nivelimin e çmimit të barnave nuk ka mundur të diçka e madhe, sepse shumica e shteteve të botës e kanë. Askush nuk e trajton barin si produkt që nuk mund të kufizohet konkurenca edhe nuk thirrën në ekonominë e lirë të tregut. Pra e vetmi ndryshim sistemik, po të dinin ta menaxhonin në fazën e dytë, ka qenë ligji për barna. Deri tani nuk keni parë të jep efekt ligji për barna? Kemi parë edhe efekt edhe kundër efekt. Cili është për shembull kundër efekti është që kemi ma pak barna në treg. Edhe ideja e ligjit të barnave nuk është me pas ma pak barna në treg, është me pas ma shumë pacienta qasin në barna. Ajo që ka mendoj ku ka dështu Ministria e Shëndetësisë në këtë pikë, është fillimisht, sa ndema bazik, komunikimi me publikun. Besoj që as komunikat nuk ka pas, kanë qenë 1 ose 2 postime në Facebook të ministrit, besoj edhe kryeministrit kur ka kalu, kur është diskutu në qeveri, por pastaj ka pasur aq shumë prej kompanive, unë besoj që sigurisht që ka pas edhe bojkot, edhe sabotim të kompanive farmaceutike të këtij ligji, sepse ka qenë nismë reformuese dhe reforma jo gjithmonë shkon pozitivisht. Edhe në rastet kur çdo gjë bëhet sipas procedurës, mund të dështoj në një hall, mund të dështoj reforma. Por Ministria e Shëndetësisë nuk ka komunikuar me publikun për këtë çështje. Ne nuk kemi arrit ose është dashur të insistohet shumë në pyetje për të marrë përgjigje, por a ka pas komunikim proaktiv Ministria e Shëndetësisë mi siguru qytetarët që fillimisht çështja e parë, nivelimi i barnave nuk nënkupton vetëm uljet barnave, nënkupton edhe ngritjet barnave, nënkupton që me pas barna më kualitative, me çmime të cilat nuk abuzohen prej tregtarëve me shumicë ose prej banatorëve që janë farmacistët. Pra, çështja tjetër, unë nuk jam e sigurt që e ka menaxhuar më së miri komunikimin me distributor. Kemi dëgjuar shpesh që pacientët shkojnë në Serbi për të blerë barnat e njëjta, ndoshta edhe ato më bazikët, por që atje i gjejnë me çmime më të ulta. Ose shkojnë në Preshev, Bujanovc, ose shkojnë në pjesën veriore të vendit, prej nga u sjellin nga Serbia njerëz barna, qofshin edhe ato që janë për sëmundjet kronike. Tani nëse janë barnat e njëjta, pse atje do ta kenë atë çmim e tek ne një çmim shumë? Sepse marzha e fitimit vendoset ndryshe dhe kompanitë edhe depot janë marrëveshje individuale të shteteve me ato depo. Për shembull, unë kam informata që depo po prodhues saktuar e kanë ngritur qëllimisht çmimet e disa produkteve në Kosovë, sepse kanë konsideruar që është treg shumë i vogël edhe nuk kanë llogari, edhe nëse humbin si treg, nuk luan shumë rol në performancën e tyre financiare. Ajo që nuk e ka bërë Ministria e Shëndetësisë, edhe nëse ka biseduar me hisetarët, edhe nëse e ka bërë atë komunikimin e brendshëm, na nuk